Çfarë shërbimi bën ky robot realisht? Kjo do të thonë ndan graftet e flokut dhe hyjnë dhe sterilizohen nëpër këto me Pra ky i shkul apo si? Jo, nxjerrën nga ana e profesionistëve dhe dhe vendosen në anë të magnetit ku do të thonë grafti i flokut hyn nëpër makinerinë që sterilizohet me ozon dhe me pjesa ku del dhe më thonë fije sterile të doktorët dhe vendosin. Dhe më thonë 3 mrapa punojnë dhe përpara 2 doktora vendosin grafte. Nikosisht është ullet edhe kozgjatja e mbjellës së flokut nga 13 orë dikun në 8 orë. Kualiteti është dikun mos thëm 100% më i madh, po ndoshta edhe më shumë. Nikosisht është pa dhimbje dhe pa ajtje. Për shkak të sterilizimit të vendosjes sterile të graftit të flokut në kokën e pacientit. Pra efekti i kësaj është pa dhimbje pa ajtje. Pa dhimbje se diku i bëhet koka kaq doktor. Kjo është sterile, ne kemi shumë pacientë dhe shumë kërkesa për fat madh për shkak se njerëzit e kanë provu dhe kanë pa kualitetin, tash kanë filluar edhe njerëzit të tjerë saqë 10 orë janar ne kanë bllokuar dhe terminat. Kështu që faleminderit për njerëzve që na kanë dhënë. Ken nga diaspora dok? Shumë. Pyetje. Kjo është pyetje katunare. Dëgjam, unë jam falenderues gjithë jetën, jo vetëm këtë moment, se njeriu mundohet me arrijë një standard dhe ndoshta kur të arrijë pastaj harron. Nuk e di. Mirë, po unë jam falenderues gjithë jetën, ndoshta